Keti Foundation është prezent në Shkodër me një mision të qartë dhe po ashtë rëndësishëm për këtë qytet që ka nevojë për njerëz të tillë. Fundviti nuk ishte si të mungonte, ku ashtu si çdo vit biznesmenja dhe filantropja Keti Bashdari është bërë pjesë e dhuratave. Antarët e Keti Foundation dhe Keti Youth e kanë nisur urimin e tyre për fundvitin që në rrugët e Shkodrës. Qendra e zhvillimit ditor është një tjetër vend ku çdo vit përcjellen mesazhe, por shpërndahen edhe dhurata. Keti Bashdari, fal angazhimit të stafit të Keti Foundation dhe Keti Youth, i kanë përcjellë ngrohtësi këtyre fëmijëve me aftësi ndryshe, të cilët kanë nevojë më shumë se kushdo tjetër për përkujdesje, që Bashdaria ka ofruar çdo vit këtyre fëmijëve. Këtë vit dhurata ka qenë e veçantë, ku përveç pakove të shpërndara për të gjithë pjesëtarët, në kuadër të nevojave që paraqet ky ambient, u dhurua edhe një kondicioner. Si çdo vit, edhe ky fundviti, ky fondacion, zonja Keti Bashdari me grupin e rinor të cilin sot e përfaqëson, po qëndron pranë fëmijëve qendrës zhvillimit për të festuar si gjithë fëmijët e tjerë qyteti. Për rast festës, gëzimit dhe muzikës, ato kanë sjellë dhurata që këtë ditë ta bëjnë edhe më të bukur për këtë vit. Nuk është viti i parë që Keti Bashdari mbështet edhe për krah të fëmijë, edhe si vjetë ajo vendos të sjellin disa dhurata me përfaqësim të grupit rinor të fondacionit Keti Foundation. Shpresojmë që të kena ndihmuar sot pak të fëmijë dhe ne premtojmë që do të jena sa më afër, jo vetëm për festa, por edhe të tjera. Të rinj dhe antarët e Keti Foundation dhurin ngrohtësi në çdo ambient. E kësaj rrallë ndalesa ishte në shtëpinë e fëmijës 3 deri në 6 vjeç, ku me lodra dhe dhurata për këta fëmijë të braktisur nga prindërit biologjik, por që kanë pranë këtij ambienti për kujdeset veçantë, u krijua një atmosferë ndryshe. Keti Foundation në mbështetjen e plotë të zonjës Keti Bashdari dëshiron të jetë sot pranë këtyre fëmijëve, që sot më shumë se kur ka nevojë për ngrohtësi dhe dashuri. Dua që t'i uroj të gjithë fëmijëve gëzuar festat, por në kohë falenderoj pa mas Fondacionin Keti Foundation dhe themeluesin e saj Keti Bashdari, gjithashtu edhe këto të ri që vendosen që sot ta kalojnë këtë ditë pranë fëmijëve të shtëpisë sonë. Por misioni Keti Foundation dhe Keti Youth nuk ndalet me kaq. 20 familje pjesë e programit të ndihmës më shumë se 1 vjeçare, stafi ka vizituar nga afër në çdo shtëpi, duke i dhuruar ngrohtësi dhe përkujdesje. Filantropja Keti Bashdari prej vitesh është pjesë e këtij misioni, duke qenë çdo fundviti, por edhe në datat shënuara pranë familjeve në nevojë dhe qendrave sociale.